Kozaku nuk mund ta ketë dot famshëm asnjë vend të botës. Të jetë i famshëm në rrjetet sociale. Nuk mundet dot të jetë. Se është në shturp. Ore, të gjithë popujt kështu janë, kanë probleme. Jo, më zemra, ne kemi probleme të veçanta, por. Si për shembull? Nga ana politike, sociale, ku do. Po, më thuaj, çfarë të veçantë kemi ti që ke jetuar tashmë në Gjermani, po ja them për shembull, Kozaku nuk mund ta ketë dot famshëm asnjë vend të botës. Të jetë i famshëm në rrjetet sociale. Nuk mundet dot të jetë. S'mundet se si ofron as lloj gjëje. E dyshoj këtë. Si dyshon? E dyshoj, domethënë, plot realitet. Shiko, Shtetet Bashkuara të Amerikës kanë prodhuar Kim Kardashian për shembull. Po çfarë përfaqëson Kim Kardashian? Kim nuk arrin dot të japi dhunë Kimi. Kimi nxjerr b***ën edhe do t'rregoj një moment dhe aty në vajzave të reja që janë të bukuroshe, është ajo mund të frymëzoj golddiggerat, po golddigger kanë gjithë botën. Po nuk frymëzon dot urrëtitjen, s'po flas për Kozakun, po flas për median tonë apo TikTok apo rrjetet sociale që është një dhunë e vazhdueshme, a kupton? Unë jam ndonjëherë pjesë asaj dhunës edhe pikërisht karakteri im i fortë është sepse unë ndryshe nga disa për shembull Blendi Fevziu për shembull që e marrin për komente, e shajnë edhe bëjnë edhe i lënë që ata të rrjedhin, unë ja kthej përgjigje kujdo me argumenta dhe me të sharë nëse meriton të shahet. Edhe nuk ja lejmë mbar askujt. Prandaj ata zotnit, a kupton, e ulin kokën te unë dhe bëjnë kujdes kur më flasin. Aq më tepër që unë përdor gjëra sociale, një këndvështrim nga ana ime, a kupton. Po pjesa e këndvështrimit tim nuk po është vetëm e imi, është qindra mijëra shqiptarëve që vuajnë një në rrugë, vuajnë një në situata, një në gjëra. Po ne jemi shumë të veçantë. Kesh kryetar bashkie Tirana në Burg, kryetar bashkie Durrësi në Burg. Kesh ministrat përfshirë, kemi deputetëve. Këto s'mundesh dot valla, nuk mundet dot të ketë dy Edi Rama, janë unik këta.